Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Një pjesë e pacientëve që vuajnë nga tensioni shpesh shprehen se janë mësuar me një tension të lartë e të qëndrueshëm si të tillë, por kjo përshtatje është mjaft e dëmshme pasi normaliteti i tillë fsheh një sër dëme shëndetësore të cilat vijojnë. Pjesë e këtyre dëmeve është nefropatia hipertensive në veshka apo dëmtimet e enëve të gjakut, të trurit, ataket kardiake, dëmtimet në sy dhe shumë organe të tjera. E ftuar në një emision televiziv, doktoresh Marsida Duli, mjeke nefrologe nga Premium Clinic, ka ngritur alarmin se tensioni i lartë nuk duhet trajtuar si normalitet. Doktoresha Duli është shprehur: ndodh shpesh që masim tensionin dhe pacientët thonë 14 apo 15, me këtë jam mësuar tashmë, nuk ndjej gjë. Jo shifrat e larta të tensionit kur ai rritet në mënyrë graduale, organizmi ynë adoptohet me këto shifra dhe nuk i shfaq simptomat, por dëmi vazhdon. Dëmi i parë është në veshka kur fillon dhe shfaqet nefropatia hipertensive, që e quajmë ndryshe dëmtimi kronik i veshkës. Fillon demenca, harresat, pra fillojnë problemet kardiovaskulare, infarktet, ataket, aneurizmat dhe zjerimet e enëve të gjakut që mund të qahen, dëmtimet në sy, probleme me retinopatinë hipertensive dhe shumë organe të tjera. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.